Ishim kolegën e Siona Ekonomi, vote diasporës edhe me shifrat të detajuara në fakt kjo është situata. Zhvendosim këto mende sepse do të jem në një bisedë me kolegun Armand Plaka, cilin e kam në komunikim të drejt për drejt. Armand, mirëmëngjes, të përshëndes, faleminderit që jemi në komunikim së bashku me Report Televizion, të urojnë ditë mbar dhe gjë e parë që dua t'ju pyes është ka të bëjë me rezultatin e përgjithshëm. Gati 95% e qendrave të votimit brenda vendit të numëruara, por dhe në diasporë avantazhi i Partisë Socialiste është 1-2, pra gati 2 fish me ato zarfe të numëruara deri më tani dhe ndarja në mandate është 82-52 për Partinë Socialiste. E prisje dhe çfarë do thotë ky rezultat për ju? Në fakt nuk e prisja, sigurisht gjithë dëgjuam projekcionet e kryeministit Rama, sidomos ditët e fundit apo orët e fundit, le të themi para fillimit të procesit zgjedhjeve. Pra që ishte edhe përfundimi i fushatës zgjedhore për Partinë Socialiste. Besoj se gjithë kishim një lloj, le të themi, mosbesimi në lidhje me projekcionet e kryeministit Rama. Mirë po, ai ka dëshmuar në fakt edhe në zgjedhje të tjera që në këtë rast i është afruar pra shumë rezultatit. Sigurisht që margji ishte gati me 10 vende nga 78 në 88, por rezultati tashmë, sikur se ju e thatë që janë numëruar 95% në qendrave të votimit dhe më pak në kutitë e diasporës, por gjithsesi reflekton pak a shumë një mesatare të plot rezultatit ose një le të themi përkim kokë më kokë i asaj që parashikoi kryeministri Rama, çka më duket nga një anë, si më thënë, e çuditshme, por nga ana tjetër e pritshme për aq sa ç'ishte e pritshme. Armand, pse kjo rritje? Pse ka ardhur kjo rritje e Partisë Socialiste e mazhorancës? Që nga 2013 në çdo palë zgjedhje duke u rritur deri në 82 mandate momentalisht, sepse ishte edhe diskutimi që pushtetit konsumon, 3 mandate, gjitha këto vështirësitë që mund të kenë qytetarët, por ja ku jemi, nuk e di pse ka ndodhur sipas jush. Mund të jenë shumë arsye që kanë çuar në këtë rezultat. Sigurisht se ndoshta do duhet kishte bjerrje Partia Socialiste, ndoshta sikur se tash në fillim vetë besoja që mund të fitonte, por jo me këtë rezultat. Duhet kishte bjerrje si pasojë gjithë atyre që kanë ndodhur, që i përmendet e ju, konsumimi i gjatë në pushtet, në ekzekutiv, po në fakt në gjitha pushtetet, sepse zotron prej kohësh edhe vendoren, vazhdimisht. Sikur se kemi parë sidomos në mandatin e fundit probleme të mëdha me çështjet e korrupsionit e të tjera, kemi edhe një pjesë premtimesh të pambajtura, por nga ana tjetër ndoshta ka ardhur koha që edhe për opozitën të shikojë realitetin me pasyze, pra duhet theksuar ndoshta se edhe janë bërë gjatë kësaj kohe sigurisht edhe investime madhore, sidomos në infrastrukturë. Por unë besoj shumë më tepër tek ajo që besoj vetë, pra që Partia Socialiste vetë është një makineri e vërtet elektorale, sepse ka një organizim të shkëlqyer kapilar, vertikal dhe horizontal. Fakt, nga ana tjetër janë privilegjet apo pluset që t'jep pushteti në çdo rast, të cilat sikurse e theksoi dhe raporti paraprak fakti ose Odirit, është për të shënuar edhe ka edhe një trend deri diku kritik, pra, sepse jo vetëm është shfrytzuar, nuk janë shfrytzuar thjesht, janë shfrytzuar privilegjet e pushtetit, po ka edhe tendenca abuzuese, sikurse e dim gjithë me punësimet, me deri te vendimet e fundit qeverisë, të cilët 2 ditë përpara, pra shpalli amnisti. Falje Gjobash, po. Sikurse e pam, falje Gjobash, çka bie ndesh me kodin zgjedhor, por ajo që besoj vërtet është sigurisht që është një parti me traditë të gjatë, shumë e mobilizuar, duket si ka trashëguar diçka jo pak pra edhe nga paraardhja e vetë Partia e Punës, por sigurisht që është modernizuar skajshëm në leadershipin e Ramës. Gjithto vitet apo tashmë bë dekada. Po ky rezultat i opozitës, pse kështu?
rotacioni, koha jon, nuk di konsulenti amerikanë, shumë elementë të tjerë. Por pse këtë rezultat opozita Partia Demokratike? Thjesht çështje lideri e zotit Berisha, apo ka shumë elementë të tjerë? Je shumë të drejtë, në fakt janë shumë element, por është edhe një lloj këmbgulje e kot prej vitesh e Partisë Demokratike, prej disa palë zgjedhjesh, në cilën ndjek një strategji dhe nuk pranon të nështrohet një analizë të thellë brenda strukturave të saj, ku do përfshijë në fakt sigurisht shumë më tepër leadershipi i saj, dhe për të hequr dorë nga disa tabu, siç janë mosprekja pra e leadershipit madhor, e cila u provua në të gjitha rastet pra se nuk e çon dot ato parti në fitore. Mendoj se ka ardhur koha tashmë që lideri i saj të gjejë mënyrën, sigurisht që është edhe rënd kjo që ka ndodhur, por të gjejë mënyrën dhe të zbresë, t'i hapë rrugën një leadershipi të ri, po të vërtet, pra që do të nështrohet zgjedhje vërtet të lira, të pandrikuara dhe të zbatohet statusi i partisë, dhe kjo ndoshta të shërbej pra për një ringritje të vërtet, jo ringritja ajo që ndodhi kur zoti Berisha fitoi atë, le të themi, betejën e vet personale, por nuk mund të themi se ishte një ringritje e Partisë Demokratike, ashtu siç do dëshironin vetë demokratët anë mban Shqipërisë, madje edhe në diasporë. Po disa elementë të tjerë, cilët mund të jenë? Për shembull, ndoshta nëse unë po marr vetëm listat, ju mund të thoni edhe të tjerë, nëse ka sipas jush. Në listat sigurta, në listat të mbyllura, një kandidat që janë dhe deputet aktual që kanë dhe shumë vite. Pra ndoshta edhe që tek listat mund të bërë një ndryshim më rrënjësor, një nga elementët që më po i pyes, nëse ka të tjerë sipas jush mi thuaj. Sigurisht, ka dhe të tjerë, ishte edhe kjo, por ndoshta nuk i ve fajin kësaj komplet, sepse le të themi duke qenë se kodi zgjedhor ja diktonte një koalicion sa më të gjerë, do duhet të bënte ato që quhen Shqipra Qoka. Në aleatët, I kemi parë vazhdimisht do palë zgjedhje për partitë e vogla aleate të PD-s, të cilat le të themi në një farë mënyrë nuk kanë kontribute zgjedhore, po janë një strategji e Berishës gjithmonë për t'i pasur, për mos i kthyer në armi, sepse ato në rastin më të parë do të duhej të ktheheshin duam në armiq të PD-s, por nga ana tjetër humbi shumë kohë, përveç kësaj humbi shumë kohë dhe me ato të ashtu quajtura primare, ishte një humbje kohe e kot, ndërkohë që dha mesazhin e gabuar, sepse u investua aq shumë për të thënë që ne do zbatojmë le të themi rezultatin e tyre, të partisë, do i përmbajemi premtimeve që ishin bërë gjatë foltorës, pra një nga premtimeve ishte edhe realizimi i primarëve, të cilat realisht nuk sollën asgjë, por në fakt nxjerrja apo hartimi i listave, për shkak se ja diktonte edhe kodi zgjedhor, nuk është se do ishte domosdoshmërisht reflektim i rezultateve të primareve, por do ishte reflektim i një miksturë e ndërhyrjes së leadershipit me ato të primare, po as kjo nuk u bë, sepse po thuaj se primarët u injoruan tërësisht, po kjo në fakt nuk është kryesorja se sa është këmbgulja e vazhdueshme e leadershipit PD-s në çdo palë zgjedhje për të vazhduar me të njëjtat fytyra të vjetra të konsumuara, ndërkohë që në këtë rast, paktën në këto zgjedhje, PS-ja u pasë ndoqë një strategji tërësisht të ndryshme, e cila ja doli të sillte ndoshta një lloj refreshi, ringjallje brenda strukturave të veta, po edhe brenda në përgjithësi elektoratit, pasi kuptohet me ato që ndodhen në vitet e fundit me arrestimet, me burgosjet e disa ministrave, ish-ministrave e të tjerë eksponentëve të PS-s, u mendua se besimi kishte rënë në tokë. Kështu që kjo ishte një mënyrë e mirë për PS-n, për të cilën fatkeqësisht në krahun tjetër nuk e ndoqi PD-ja, se besoi fort në atë strategjinë e vet, dhe po sigurisht që janë dhe shumë element të tjerë, ka plot, do duhet kohë t'i analizohen, por në radhë parë duhet t'i analizojnë ato vetë për të parë se ku janë problemet dhe të pranojnë realitetin në sy. Sigurisht që le të marrin kohën e tyre, të merret koha, të presim rezultatet përfundimtare, nga ana tjetër të presim edhe rezultatet raportet përfundimtare të
OSB e Odirit të adresohen të gjitha problemet, sepse u vure dje, në fakt edhe nga konferenca e OSB e Odirit dhe ambasadorit Lamberto Zanier, i cili tekstojë se ka disa si më thënë problematika nga zgjedhjet e kaluara ose të fundit, të cilat nuk u adresuan ose nuk u korrigjuan as në këto zgjedhje, kështu që do ketë vend për korrigjim edhe më tej pas këtyre zgjedhjeve. Armand, unë bisedoj çdo ditë me qytetarët këtu në Report Televizion dhe e bëj një mërues të përbashkët të mendimeve të tyre. Dhe dy çështje po të përmend. Ne kemi në shqiptarët në tërësi, çështjen e besimit. Se për shembull, po të dëgjoj programin e Partisë Demokratike, mund të ishte shumë i mirë, por nuk di s'kan besuar që do të zbatohet e tjerë e para. Dhe një tjetër çështje nga ata që janë elektorat gri, nga ata që ndoshta janë votues të majt, por të pakënaqur thonë zgjedhim të keqen më të vogël. Nuk di këto dyja ç'mund të më thuash. Mund të them këtë që edhe tradicionalisht kuptohet që elektorati i majt është më kompakt. Për shembull, le të themi, kishte edhe një alternativë brenda të majtës të rrallë, që ishte grupimi bashk i Arlin Qorit, apo jo. Po. Le të themi, për aq sa përfaqëson, një grupim me identitet të fortë të majt, që përfaqëson ato shtresa që përfaqëson, ka besimin e vet politik, një aktivist i shquar gjatë dekadës fundit, shumë këmbgulës, i cili për mua sigurisht që e meriton ai edhe ndonjë tjetër i lëvizti një vend në parlament për t'i dhënë edhe më shumë ngjyra apo edhe një ishe intelektualiteti asaj salle, por kuptohet se votuesit e PS-s, edhe kjo është një, le të themi, një vazhdimsi, është një aspekt që PS e ka shumë të trashëguar, pra nuk ka vot që t'i rrëshkas PS, sepse arrin t'i mbledh mirë si ai bariu i mirë dhe shumë pak nga votuesit tradicional të PS-s, pra nuk po them thjesht militantët, por edhe kuptohet, ka votues që e kanë atë bindjen e madhe, cilë edhe mund të jenë kritik ndaj PS-s, prapë shkojnë, votojnë në PS-n dhe nuk pan për alternative të reja, çka është në të vërtetë në fakt të rrallë në udhan. Ndërkohë ndryshe ka ndodhur deri diku te PD-ja, se kemi shumë grupime që kanë rrjedhur nga PD-ja, ish antar të PD-s, po edhe parti të reja alternative. Për shembull, ka qenë pak e paqartë grupimi i Lapaj vet, besoj ju e dini, ka deklaruar se e mendon veten të djathtë, në fakt është pak e paqartë kjo në aspektin ideologjik se çfarë përfaqëson, por gjithsesi mendohet që ka marrë më shumë vota djathtas, po ashtu shehej, sigurisht me një investim të fortë personal dhe identitet shumë të fortë, edhe kjo është dhe arsyeja në fakt që ai po lufton të marrë mandatin e dytë, ndoshta nuk e di se tani kjo rezultatet numërimet nuk kanë përfunduar, sikurse e dëgjova edhe nga raportimi i fundit tek ju, për shembull në Fier luftohet ndoshta edhe për një mandat për lëvizjen e zotit Lapaj. Po, nismë Shqipëria B. Ndërkohë që zoti ose partia Mundësia, më mirë, megjithëse sigurisht që këtu partitë identifikohen qartësisht me liderit, pritet të fitohet mandati i dytë nga zoti që i bie tjetë respektivisht zoti Kapri në listën e Partisë Mundësia, po sigurisht në luftë me sepse pyetja e radhës kjo ishte për partitë e vogla dhe më lejo të zhvendosim edhe mendimin e regjisë në këndin tjetër të studios, ku ne kemi rezultatet në kohë reale. Në fakt edhe për të pyetur edhe kolegun Armand Plaka, jo do zhvendosim në këndin tjetër në fakt tek rezultatet për të pyetur për partitë e vogla. Eksaktësisht këtë që ju po përmendni dhe ne do shohim rezultatin e deri tanishëm dhe ato tendenca që mund shkohet me një më shumë, që mund të marrë në Fier nismë Shqipëria bëhet, apo edhe me një tjetër më shumë partia Mundësia. Por në rang kombëtar, partitë e vogla kemi. E treta, edhe në numër votash, nismë Shqipëria bëhet 49.222 vota, 3.6% e totalit, por deri tani një mandat, mund të jetë dhe i Fierit që luhet,
ndjes PSD-ja 4, po nuk po e fus PSD-ja i ruan ato 3 mandatet vitit 2021. Mundësia 39.895 vota, 2.9%, një mandat deri më tani, dhe Lëvizja Bashkë e Arlind Qorit 19.109 vota, 1.4%, një mandat. Këtu jemi në rang kombëtar. Tani, edhe nëse shkohet me një mandat më tepër mundësia në Tiranë dhe në total, edhe nëse shkohet dhe me një mandat më tepër Nisma Shqipëria bëhet në Fier, pak nga partitë e vogla prisje më shumë, momentalisht kanë 3, përjashtuar PSD-n, do të shkonin deri në 5. Si e mendon? Do të prisje dhe më shumë se 5, apo dhe nëse mbyllet kështu do të thot pak, apo edhe shumë pak? Në fakt, ka që është pak, sigurisht pristin më shumë, është dhe rasti për të kritikuar sondazhet, nuk nëse mund ta themi, s'kemi çfarë të kritikojmë, po mund të themi që janë shumë larg perceptimit publik, u imponua faktikisht nëpërmjet sondazheve, po edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, sepse pam një aktivitet në crescendo, pra në rritje të partive të vogla, saqë u krijua gabimisht ajo bindja se ato pa frikë do kishin minimalisht nga 3 deri në 5 deputet secili nga këto grupime që flasim, ose nga 2 deri në 5. Çka nuk rezultoi ashtu, sepse po shohim që po luftojmë nga 1 deri në 2, ky është maksimumi i partinë e Zotit Doshi, e cila e ka mbajtur pozicion, po që nuk renditet tek partitë e reja. Do të ishte lajm shumë i mirë për mua, në fakt, nëse ato do kishin një hise më të madhe në sallën e parlamentit shqiptar, për arsyet që i dim, sepse sidomos në 2 legjislaturat e fundit kemi parë një rënje katastrofale të nivelit të përfaqësuesve të publikut, të popullit shqiptar në parlament. Sigurisht që i dini se çfarë ndodh, sidomos në gjysmën e 2 të legjislaturës para 21-shit, pra, kur PD-ja dhe aleatët e saj vendosën të braktisnin sallën e parlamentit, po në fakt në vazhdimsi kjo ka qenë një gangren e gjithë këtyre viteve fundit, pra rënja drastike e nivelit të përfaqësuesve të popullit në parlament, kështu që jo vetëm do të kemi pak më shumë ngjyra këtë rrallë, po do kemi, besoj, edhe me këtë rast edhe pak më shumë cilësi. Do doja të ishin më shumë, sepse kam parë listën e kandidatëve për shembull të listës të Lëvizjes Bashkë, sigurisht kishte edhe kandidat nga që edhe i njoh vetë personalisht edhe nga diaspora, po ashtu edhe lista e Zotit Shehaj, e të tjerë deri tek Zoti Qori, të cilët do i bënin nder asaj sallit të parlamentit nëse do kishin pak më shumë prezencë, mendoj. Armand, e fundit fare, kolegja sënë ekonomist si informacion që japin si lejnë fundit, sapo në informoj që ka rinisur numërimi votës së diasporës, dhe unë atë pyetje kam të fundit për ju. Deri më tani me zarfet e numëruara, ndoshta dhe regjia, nëse ka një shifër mund më thotë të paktën dhe sa kanë mbetur, po gjithsesi kemi këtë rezultat. Partia Socialiste 21.305 vota, 55.3%, PD-SHM 10.951 vota, 28.4%. Me zarfet votat e numëruar deri më tani nga diaspora, sërish votohet Partia Socialiste, pra 1-2. Edhe këtu të pyes se prisje ose si të duket ky lloj votimi dhe pak për procesin në tërësi. Janë numëruar, ndjes të lutem, 38.000 janë numëruar nga 194.000 që është totale. Faleminderit kolegëve redaktores në regjidorit. Po, Armand. S'pari një falenderim pak për gjithë kolegët e tu, apo ish kolegët e mi në media kudo që ndonë, sepse në fushatën e fundit pra këtë ka qenë një nivel shumë i lartë i raportimit, sigurisht që në ndihmë ka ardhur dhe teknika apo çdo investim tjetër që është bërë në media. Faleminderit. Gjatë gjithë këtyre. Faleminderit dhe në emër të kolegëve. Duhet theksuar, në fakt se është një punë e lodhshme, sigurisht për ju edhe kolegët tuaj. Për sa i përket votës diasporës, më falni, reflekton pothuajse pikë për pikë edhe votën në e brendshme pra në Shqipëri. Ajo që dua të them është që Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj ju kthyen në një lloj bumerangu ajo kërkesë e kahershme dhe plot këmbgulje, po në fakt fatkeqësisht edhe për partitë e reja,
për pjesëmarrjen e diasporës në votime, që ka qenë një proces i vështirë, në fakt dhe i kushtueshëm me sa ka marrë vesh i mbuluar tërësisht nga taksa paguese shqiptare, po themi buxheti i shtetit shqiptar. Si proces, po shoh që u arrit të menaxhohet mirë, ka gjëra për të përmirësuar, të korrigjuar në proceset e tjera, po ishte një risi të rrallë, po sikurse e thash, në aspektin strategjik, ishte një lloj bumerangu i paparashikueshëm për PD-n dhe aleatët e saj, sepse ato menduan që do ishte një plus për ta, ndërkohë që rezultoi tërësisht e kundërta, madje me rezultate edhe më të larta, po ta shohim se sa vota e shqiptarëve në Shqipëri. E kuptoj. Tani, sigurisht që ky është objekt të diskutimesh, në radhë parë edhe nga vetë PD-ja dhe strukturat e saj, për të parë që ndoshta jashtë i funksionon edhe më keq motori se sa brenda. Sigurisht që edhe nuk i ka pasur mundësitë që ka pasur Partia Socialiste, pushteti e gjitha, por kuptohet as nuk jam me atë që thot PD-ja që ky është një inxhinierim, le të themi, i rezultatit zgjedhor në diasporë për shkak të shumë aspekteve, patronazhimi e të tjera. Kanë qenë ato probleme teknike në fakt me postën, si ajo që ndodhi në Greqi, që u bë mirë që u hoqën veçmas pas vërtetës që bëri profesuesi i PD-s. E kuptoj. Mirë, Armand, faleminderit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi dhe të uroj ditë të mbarë. Kënaqësi dhe ditë të mbarë dhe ju suksese. Faleminderit. Faleminderit, ishim me kolegun, gazetarin Armand Plaka. Kam përshtypjen në këtë moment do të kalojmë në pak publicitet, po patjetër shkurtimisht dhe